今千年の呪縛は破られた吹く風に突き上げろ自由の柱を蘇る理由さえ正義の意味さえも今は知らないお前だけれど俺の前期いつかで会うきっと胸に刺さるような祈りを込めた瞳にそうさ前期その輝きこそ愛という無限の力だバジュラオンバジュラオンバジュラオンバジュラオンバジュラオンバジュラオンNuk është si ajo lloj dëshire që ti do të pushtosh. Nuk ka nevojë të nxitohesh. Ti do të gjesh një dëshirë të keqe që ja vlen për ty. Fantastike! Akira I ka bërë të gjitha këto? Nuk ma merrte mendja kur që zoti Akira kishte kaq shumë talent. Ai ka qenë shumë I lumtur kohët e fundit. Ai ka shumë dëshirë të bëjë gjëra të tilla kur gjen kohë të lirë. Që ka shumë I talentuar, duket tamam si të vërteta. Nuk mendoja se Akira kishte kaq shumë talent, Por I duhet akoma edhe pak më shumë punë nëse do të krijoj vepra të bukura. Ndoshta mund t'i japim një shembull duke përdorur Chucky si modele. Hey, Chucky, dëgjoj pak. Si mendon sikur ti heqësh rrobat për hir të artit? Unë nuk mendoj kështu. Chucky dhe Akira kanë dalë për pazar. Arti do të shuaj fare nëse ti motër do të pozoje. Mos të ti dëgjoj më këto gjëra plakushi keq dhe mistrec. Zonjusha Kazue, çfarë rastësie që po ju takoj këtu? Jam shumë I lumtur që po ju shoh. Edhe unë jam shumë e lumtur që të takoj ty. Ke dalë për pazar vetëm? Kam ardhur këtu me zonjush Çakin dhe Zenkin. Me vërtet? Po nuk po I shikoj gjëkundi. Në fakt do takohemi këtu. Por unë duhet patjetër do takohem me dikë tani. Akira, më fal, por... Zonjush Çaki. Si është puna? Pse kështu I përshëndet miqtë e tu? Po ti çfarë je duke bërë këtu? Ej, nxito dhe vazhdo të ecësh, apo më dëgjon moj. Nxito! Ki kujdes, shiko se nga po shkon. Nga të shkoj me këtë që kam në kokë, Pra kjo është ajo që bën ai kur ka kohë të lirë. Të qenit ëngjëll mbrojtës për ty duhet jetë shumë e vështirë. E verbër je ti? Nuk e sheh që si jam ëngjëll I mbrojtës tani apo jo? Zenki, mos haro se the veti freskuesen. Ki kujdes mos të të bjerë përsëri. S'ka për të më rënë, unë jam ëngjëll I mbrojtës më I fortë të gjithë botën. Po limre hati, çka kërkon nga unë tani? Largo, po të them! Largo! Bëlle gojën! Jaf tani, rini urt ju të dy. Mirë se erdhët. Përshëndetje. Pra, do na I prezantosh mikun tënd Akira? Ky është zoti Hyuga, ai është student I skulpturës dhe punon këtu me kohë të pjesshme. Akira është një nga klientët tanë të rregullt. Një student skulpture, sa I lezetshëm që ka. Wow! Wow! Mirë se erdhët në studion time. Po, janë vërtet shumë të bukura. Po çfarë vendish këtu?
duket shumë i mërzitshëm. A bëni edhe në shkollën e skulpturës gjëra të tilla zoti Hyuga? E po, te kam më tepër si hobi, por me thënë të drejtën ajo që më pëlqen më shumë është të bëj kukulla. Kjo që nga e mrekullueshme. Ej, miq, shikoni se çfarë gjeta këtu. Zenki, çfarë je duke bërë? Oh? Ai është një sy i veçantë kukulle që e kam porositur në Angli. Me sa kuptoj s'do të mund ta përdor dot. Më vjen vërtet shumë keq zoti Hyuga. Zoti Hyuga, kukullat e tua të vogla janë të gjitha shumë të bukura. Shumë faleminderit. Por mendoj se ka ende diçka që mungon. Ato duken shumë të bukura, si ka mundësi që unë mungon diçka? Mua s'më pëlqejnë fare. Këto kukulla me të vërtet kanë fytyra shumë të mërzitshme. Ej, Zenki! Ka të drejtë. A? S'di si t'ua shpjegoj. Ato s'kan shpirt. Por unë nuk e di me saktësi se si kukullat e mia ndihen. Ti do të dish se si ndihen kukullat? Sa qesharake që duket, nuk mendon kështu Lulu Papa? Ej, Lulu Papa, hajde këtu po të them. Zoti Hyuga është pak si shumë i fiksuar pas kukullave të tij apo jo? Në fakt, skulpturat e çuditshme janë thjesht shpirtra që kanë një formë të caktuar në këtë botë. Në të vërtetë, skulptura është një formë ndime që të krijon mundësinë për të formuar shpirtra. Shpirtra. Baba yt e ka thënë këtë? Jo, nuk e ka thënë babai im këtë. Babai Akirës, skulptori gjenial, profesor Goto. Një ditë unë do ta kuptoj se si ndiheni. Do ta bëj. A? A? Shpirti, lutem ishte më jesh një shpirt. Lutem një shpirt. Të lutem ishte. Të lutem më jesh një shpirt. Edhe një tjetër. Edhe një vepër tjetër e bukur. Më shumë. Unë duhet të bëj më shumë kukulla me shpirt. Më në fund e mora atë që doja. Ai ma premtoi vetë. Kjo është e çuditshme. Ose ndoshta ai ka dalë? Zoti Hyuga! Zoti Hyuga! Zoti Hyuga, brenda jeni? Zoti Hyuga!
Hyuga, ku jeni? Më ndihmoni. Ju lutem, më ndihmoni. Më ndihmoni, ju lutem. Ju lutem, kemi nevojë për ndihmë. Unë duhet të dal të kërkoj ndihmë. Tani edhe ti do të bësh kukulla ime. Ke rënë drejte në kursin tim. Çfarë? Dorëzohu dhe kthej me njëherë ato vajza. Prit një sekond. Ju jeni zoti Hyuga. Prit! Zoti Hyuga. Por, përse vallë? Çfarë ishte ajo? Zoti Hyuga! Ja ku po vjen, ndjej! Gjyshe? Chucky, më duket se Akira kishte të drejtë. Ai është zoti Hyuga. Zoti Hyuga, ju lutem daloni! Chucky! Gjyshe Saki! Mos! O tani si do t'ja bëjmë? Zonjush Chucky po kthehet. Në një kukull të vogël porcelani. Ja ku bë dhe një vepër tjetër. Zoti Hyuga! Mos u ofro Akira, ktheu prapa. Mos! Ai po kthehet në një përbindësh të karumës. Chucky! Çfarë? Chucky! Çfarë je duke bërë, Chucky? Nxito dhe më transformo me një herë, po të them, nxito! Nuk i lëviz dot krahët, nuk i them dot fjalët magjike. Çfarë? Kthe kukullën time. Zonjush Chucky, unë do të lëviz krahët e tua, mirë? Ti vetëm thuaj fjalët magjike. Dakord, do ta provoj. Unë duhet patjetër të bëj diçka. Ne duhet ta shpëtojmë atë. Zoti Hyuga i do shumë kukullat e tij. Dhe unë tani zgjoj ëngjëllin mbrojtës. Do t'i çliroj fjalët magjike me shpatën sekrete. Sulmi hapur! Forca të mbinatyrshme! Ringjallu Zeki! Ringjallu! Sulmi hapur! Forca të mbinatyrshme! Ringjallu Zeki! Mbrojtësi Zenki, u ringjall përsëri. Angjëlli mbrojtës Goki, transformimi u krye plotësisht. Ma kthe kukullën time. Sfera e ëngjëllit!
do të luftosh kundra meje ti. Armaj që do të shkatrojë errësirën dhe ka për të më dhënë fuqinë e nevojshme. Rojtari kohës, o treguar art! Draguaj ardheja! Me sapatën e ardh do vdesësh! Je një kukull e pavler. Unë kam kontrollin mbi ty. Unë të urdhëroj të presësh veten tënde me sapat. Zenki, mos të lutem! Ti ke për të ma paguar shtrenjt këtë! Çfarë? Angjëlli mbrojtës më i fortë nuk mund të kontrollohet nga një bish kaq e dobët sa ty, e kupton? Të lutem mjaft e bëre këtë. Zoti Hyuga. Akve kukullën time! Zoti Hyuga. Por si mund të ta bësh këtë? Të lutem ndalo. Zoti Hyuga, ti dhe gjithë njerëzit e tu mund të dëgjoni ulërimat e njerëzve. Qa ke bëje tani? Zenki duhet të jetë në gjendje televizi. Angjëlli mbrojtës kryesor! Forca! Kohër! Samaskara! Të ras 5 të mëdhenj. Angjëlli mbrojtës përfundimtar më i fortë Zenki është këtu. Do të sigurohem ta marr hakun për të gjithë, që ti të mos kthesh asnjë në kukull përsëri. Mere këtë! Ke për të penduar, sapata e art, sulmo! Pa dyshim që më pëlqejnë më shumë gratë e më dha, tani dukesh më e bukur. E meriton këto! Lulu Papa! Zoti Hyuga, a jeni mirë? Zoti Hyuga. Ku jam këtu? Falë Zotit, çdo gjë është mirë. Kusht ajo? Mallkuar, kusht ajo? Hajde këtu! Ku vajti? Ku vajti? Ku vajti? Kusht ajo? Faleminderit për qerasjen për bindo shigjor. E vlerësoj vërtet. Mallkuar qofsh! Ku është fare e karumës? Ku është fare e karumës? Dua fare e karumës! Akira, që kemi?
Unë thjesht doja që të të tregoja diçka. Ti e bëre këtë, Akira? Nuk është shumë e mirë, por në fakt. Hyrë brenda. Faleminderit. Unë mendoj se zoti Hyuga dhe Akira do të bëjnë miq shumë të mirë. Po, Ej, mbyllë gojën ti! rini urt ju të dy. Zenki! Mbyllë gojën po të them! Mi ushi vogël, mja fëllëpire po të them! Mjaftë të thash, po më lëra!